Bismillahirrahmanirrahim. Para ca netësh, isha në një leksion me një prej profesorëve të mi larg nga Shqipëria. Dhe gjatë mësimit, profesori në rum u ndal tek një hadith i cili është shumë i njoftun dhe që në jetën time ka një domethënie shumë të madhe. Është hadithi të cilin Hoxha Rahmet Past, Sheikh Bebi Suleiman Gavoçi, e ka shkruar me dorën e tij dhe më ka dhënë për të majtë hutbën e parë, kur isha akoma medresist. Hadithi i 7 lloje njerëzish, të cilët në ditën e gjykimit do të jenë në hijen e arshit të Allahut. Pra, teksa krejt njerëzit pyeten dhe janë në hallin e madh të mahsherit, ata janë rahat, të qetë dhe presin për të hyrë në xhennet. Mirëpo, profesori thotë kështu që në mesin e këtyre 7 lloje njerëzish, 4 për atyre kategorive janë njerëz të cilët kanë punu dhe janë lodhur në mënyrë sistematike. Pra dhe e kanë mërrit këtë grad nga lodhja dhe puna sistematike. Udhëheci i drejtë. Një person i cili e ka zemrën e tij të lidhur me xhamit, pra adhurimi sistematik. 2 persona të cilët takohen dhe ndahen për hir të Allahut, pra duhen, respektohen, emrojnë njëri tjetrin, ndihmojnë njëri tjetrin, edhe kur ndahen duke qenë në këtë rrugë, në këtë linjë, në këtë, si do thosh, melodi të dashurisë edhe përkushtimit për hir të Allahut Azza wa Jall. Edhe një i ri i cili e ka nis rrugëtimin e tij të jetës në besim, pra ka nis si besimtar, është rrit si besimtar, është edukuar si besimtar, pra është në proces në vazhdimsi. Thot, dhe në mesin e këtyre 7 kategori e njerëzish, janë edhe 3 lloje të cilët e kanë fituar shpërblimin e madh të qëndruarit në hijen e arshit të Allahut në jetën e përtejme për veprimin e diçkaje në një moment të vetëm. Edhe pse ajo mund të jetë bën ndoshta natyrë, por se janë sprovuar në një moment dhe e kanë kaluar provimin. Një person i cili jep sadaka, aq sa e majta e tij nuk e din se çfarë jep e djathta. Një moment është ai. E jep ose nuk e jep. Edhe një person të cilit i shkojnë syt lot pasi përkujton Allahun, pra sheh një mirësi prej mirësive të Allahut, përkujton një begati prej begative të Allahut, sheh një ajet prej ajeteve të madhështisë së Allahut Azza wa Jall, i rënqet trupi, i shkojnë syt lot. Një moment është ai. Thotë edhe një person, thuaj një djalë i ri, të cilin e provokon apo e fton drejt haramit një grua e bukur me pozitë, por ky i thotë, unë e kam frikë Allahun, pra distancohet e ruhet nga harami. Profesori thotë që mësimi kryesor që duhet të marrim nga sidomos këto 3 lloje njerëzish dhe nga ky shpërblim i madh i Allahut Azza wa Jall është se asnjëri prej nesh nuk duhet të nënvlerësoj reagimin e momentit. Reagimi i momentit mundet që të baj ty të fitosh të përtejmen me pak gjë. Sikur se reagimi i momentit mund të baj ty me hum të përtejmen për pak gjë. Ju kujtohet hadithi në cilin pejgamberi alayhi salatu wasallam tregon për 2 persona që ishin shok me njëri tjetrin. Njëri ishte adhurues, tjetri ishte pietar. Njëri që nuk adhuronte Zotin, që nuk falej, që kalonte tan ditën në mejhanën e lagjës e kështu me radhë. I pari i thoshte të dytit shpeshherë, hajde pëndohu, kthehu nga Zoti, bënu besimtar, hajde në xhami, pastrohu, lahu, lene këtë rrugë të haramit 1 herë, 2 herë, 3, dhe ky refuzonte. Dhe një ditë për ditëve, shoku i tij i devijuar erdhi dhe i tha, du të vi me ty në xhami. Ky për një moment nxorri një fjalë me të cilën humi gjithçka. I tha, po ku të fal Zoti ty? Allah. Po ku të fal Zoti ty? Thot Allahu Azza wa Jall ja mori shpirtat të dyve. I tha këtij të parit, kush je ti? Dhe në çfarë të drejtë? I thu robit tim se ty nuk të fal Zoti, apo ku të fal Zoti ty? Sa të dëshmoj se unë kam fal atë, ndërsa veprat tuaja nuk i pranoj. Dhe u mor në vendin e ndëshkimit, Zoti na ruaj. I tha të dytit, po ti pse erdhe drejt xhamis, apo pse kërkohet më ardh në xhami? I tha, ja Rab,
sepse e dita se mëshira jote është më e madhe se sa gjunahet e mia. Atë ngjashme. I tha Allahu Azza wa Jall që ti je i falun dhe je i mëshiruar dhe e pranoj mëshirën e tij. Pra, në jetën tonë të përditshme mundet që me pak gjë me fitu shumë çka. E me pak gjë me humb gjithçka. Prandaj të kemi kujdes momentin, sepse momenti është shumë i rëndësishëm. Allahu ju dashtë.